Dashur miq, mirë se takohemi bashkë në emisionin Këndi i Diskutimit. Këtë javë është dorëzuar një kallëzim penal me deklarata publike, lidhur pra me deklarata publike që kanë nxitur urrëtie dhe është bërë thirrje për dhunë dhe shfarosje të muslimanëve në Kosovë. Këtë temë do ta trajtojmë sot me atë i cili u marr me këtë çështje, i cili e paraqiti kallëzimin penal, avokati Azdran Bytyqi. Azdran, kënaqësi që jemi bashkë në emision. Faleminderit për ftesën. Fillimisht do doja të ndalemi tek kjo padi. Çfarë lloj padie keni deponuar dhe mbi çfarë baza ligjore? Ky është një kallëzim penal i deponuar pranë prokurisë speciale ndaj të apostrofurit Belizar Jezerci, i cili si antar i lëvizjes për rikthim në katolicizëm, në vazhdim e disa deklarimeve të tij publike në faqen e tij zyrtare në Facebook, së fundi ka deklaruar në mënyrë eksplicite që territori i Liridës, i Dardanis, do duhej të spastrohej nga Islami dhe Islamizmi dhe do duhej që shqiptarët musliman ta kenë fatin e atyre që kanë atyre të cilët e kanë pasur po fatin e keq në Spanjë dhe Greqi. Pra ka bërë një lloj analogjie dhe krahasimi se si duhet jetë metoda për pastrimin e këtij territori, e ata të cilët nuk e njohin historinë, për kujtim, në Spanjë në mes shekullit 15 dhe 16 të gjithë muslimanë që kanë qenë me miliona dhe jaudit janë spastruar mbi baza fetare, duke u përzënë ose duke u detyruar në mënyrë që të kthehen në katolicizëm, dhe nga miliona muslimanë dhe jaudi nuk ka mbetur asnjë. Kurse në Greqi, prej luftës për pavarësinë e Greqisë 1821 deri në 1945, janë vrarë me 10 mijëra muslimanë, mesin e tyre dhe shqiptarë, si dhe përfundimisht në 45 në territori është pastruar etnikisht nga gjithë shqiptarët muslimanë, cilët kanë qenë përkatësisë qame, dhe që edhe sot dhe kësaj dite ekziston si ide, domethënë ngritja e një padie ndaj shtetit Greqisë për kryerjen e gjenocidit ndaj popullatës qame muslimane në Shqipëri, dhe ky zotëria i cili e sheh veten si një lloj patrioti nacionalist, domethënë i inspiruar nga protestat e dhunshme ndaj pushtetit islamik në Iran, e sheh që sipas tij ekziston një frymë dhe një momentum global që edhe ne të veprojmë kësaj ndaj shqiptarëve të përkatësisë muslimane, veçanërisht në Kosovë, për shkak të islamizimit ton, dhe kjo është thirrje eksplicite për spastrim etnik, që është njëra nga format e gjenocidit, dhe për shfarosje të popullatës, që mbi të gjitha nominalisht, nëse jo në kuptimin e mirëfillt kuptimit të asaj se çka është besimtar, po është e drejta gjithë secilit që ta përcaktoj veten se çka është. Ne nuk mund t'i kufizojmë identitetin e tyre, ndjenjat e tyre, lidhjen e tyre me Zotin, që ka 94% e popullatës është deklaruar si musliman. Pra i bën që me dal kundër 94% popullatës. Dhe kjo quhet gjuhë e urrëties ligjërisht? Natyrisht këtu mbaron liria e shprehjes, sepse liria e shprehjes është liria e garantuar deri në momentin kur ajo kufizohet me ligj dhe rrezikon sigurinë publike dhe rendin kushtetues. Ajo kufizohet me ligj në këtë rast, sepse kodi penal përcakton që kushdo që nxit urrëtie dhe akte të dhunshme ndaj një grupi caktuar etnik, kombëtar, racor, fetar etj. Dënohet me dënime që përcaktohen me kodin penal për shkak njërën prej atyre dy veprave. Domethënë ne kemi bërë kallëzim ndaj të njëjtit, dhe në këtë situatë natyrisht që i njëjtit do duhej që ta arrestoj me njëherë, të fillojnë hetime ndaj tij, të ngritet aktakuza dhe të marrë një dënim meritor dhe shembullor që të mos tolerohen elemente të tillë të cilat ndezin fitila të përçarjes brenda shqiptare të feve të ndryshme, të cilën askush gjatë historisë tonë nuk ka arritur, historisë tonë moderne, mund të them ndoshta 200 vjeçare të fundit, kur 150 vjeçare ose 200 vjeçare fundit, kur fillon ndërtimi i identitetit kombëtar shqiptar, nuk ka arritur asnjë element i ujë përkundër përpjekjeve, sidomos të serbëve dhe grekëve, nuk ka arritur të përçojnë shqiptar, kurse këta dëshirojnë që t'ju shërbejnë atyre mënyrën ma devotshme të mundshme, për të përmbushur projektin historik Serbisë që ka qenë përfundim në Kosovë, duke e dëmtuar dhe duke vendosur konflikt brenda shqiptar. Pra, ka pasur edhe më herët raste dhe lëvizje të tilla.
Po, ne duhet të dim që 1878 Abdul Froshi dhe Ymer Prizreni i përzojnë konsult Rus dhe Austriak nga Prizreni për në Prishtinë për shkak ndikimit të tyre dhe për shkak të politikave përqarse mbi baza fetare. 1878 Kongresi Fides në Rom merr vendim që të sponsorizohet, të mbështetet financiarisht dhe dërgohet një numër misionarësh në mënyrë që të ndikojnë në kthimin e ortodoksëve shqiptar në katolik dhe kthimin e muslimanëve në katolik. Besa edhe me ndërtimin e konceptit nacionalist modern shqiptar, qarqet e huaja gjithmonë kur kanë shkruar në për revista, duke filluar nga Ja Albania e Fajkonicës fillimisht, e pastaj e njëjti e ka kuptuar që nuk duhet lejohen kësi politika dhe kësi shkrime provokative, kanë tentuar që t'i paraqesin si vetëm katolikët që janë kombëtar, kurse të qenërit besimit musliman, islam dhe ortodoks nuk mund t'jesh njëkohësisht kombëtar i mirë, sepse bazën e identitetit tënd fetare ke dikun tjetër, të mund e ke në Stamboll, ose e ke në Mekë, ose e ke në Stamboll ka qenë edhe patriarkana ortodokse, kështu që në këtë situatë është tentuar më bëni diferencim me qëllim të nxitjes përçarjes, mirë po që ka qenë i pa-efektshëm, sepse epilogjet sepse shqiptarët kanë qenë vedeshëm, sidomos burrat e mëdhaj, cilët kanë marrë përgjegjësi e kombit mbi supet e tyre që nuk kanë leju që këta element armiqësor, perëndimor dhe slav, me leju përçarjen e popullit shqiptar për dobësu fuqinë dhe forcën tonë nga brenda në ballafaqimin me armiqtë tonë, cilët e kemi pasur përreth e të cilët e kanë cënuar tërësinë e një shteti kombëtar shqiptar, ku sot jemi të coptuar në shumë shtete. I kthejmë edhe pak kallëzimit penal. Cilat janë ato elementet kryesore që këtë shkrim në këtë rast e bën juridikisht të trajtueshëm? Po thirrja për spastrim etnik, thirrja për akte të dënshme, thirrja për largimin e islamit dhe muslimanëve nga Ilirida dhe Dardania, është thirrje për dhunë, është thirrje për spastrim etnik. Është thirrje që të mobilizohen element caktuar që urrin islamin dhe musliman, që t'i shporim në lindje, sepse zakonisht ajo që është në sinkroni tyre dhe i Serbisë, është që gjithmonë për elementin slav dhe ortodoks, por edhe katolik në perëndim, fillim shekullit 20, në fund shekullit 19, fillim shekullit 20, mes shekullit 20, ka qenë që islami është perceptuar që është i huaj për Evropën, dhe Ballkani është asociu me Evropën, dhe rrjedhimisht ajo çka i ka nxit, mund të them atë farë lloj luftën e shejt të serbëve, grekëve, bullgarëve ndaj turqëve, ndaj muslimanëve, ndaj shqiptarëve, malazezëve, maqedonëve, ndaj shqiptarëve, ndaj gjithë elementit musliman në Ballkan, ka qenë se i kanë konsideruar trup i huaj, dhe i kanë konsideruar renegat, pra i kanë konsideruar turq, osman, që janë pjesë e islamit. E rrjedhimisht edhe lufta ndaj shqiptarëve, dhe lufta e parë ballkanike, dhe lufta e dytë kanë qenë tekstualisht, ashtu siç e thotë edhe Bajrami librin e tij, lufta për shlirimin e trojve shqiptar në 1912-1918, që ka qenë luftë kundër islamit. Pra i ka mobilizuar në një aleancë të shejtë vendet ballkanike për të përzënë njëherë për gjithmonë, kurse faturën më të shtrejtë i kemi paguar na si shqiptarë, sepse kemi qenë kombi me më shumë të musliman në Ballkan, dhe kemi qenë një kombi i cili kemi pasur një lidhje të natyrshme me Perandërinë Osmane, dhe kemi kuptuar, nuk kemi arritur që të ndahemi në mënyrën më të mirë të mundshme me Perandërinë Osmane për shkak të politikës gabuar Perandërisë Osmane, në fundin e saj, dhe rrjedhimisht kemi paguar një çmim të coptimit dhe të sundimit tiranik nga Greqia, nga slavët e jugut, nga Serbia dhe Malizi në territoret të cilet kanë qenë historikisht të jetuara nga populli shqiptar me shumicë muslimane. Dhe pse deklarata që thrasin për shfarosje të një komuniteti vetar konsiderohen të rrezikshme ligjërisht, derisa personat cilët shkruajnë apo bëjnë thirrje të tilla nuk është se kanë autoritet, nuk është se gëzojnë autoritet në shoqëri. Ndëgjoj, unë mendoj që ata gëzojnë autoritet në një pjesë shoqërisë, sepse lëvizja deçane dhe lëvizja për rikthim janë lëvizje provokative, shoviniste dhe fashiste, të cilat janë themeluar në një moment shumë kritik për kombin tonë,
dhe cilat janë themeluar jo për të propaganduar për vlerat dhe mirësitë e katolicizmit, po për rrezikun dhe të këqijat e islamit. Pra kjo është një siç thon ata. Apostazi, nuk është një konvertim, dhe rrjedhimisht këto lëvizje dëshirojnë që kthimin në një fe tjetër ose ndryshimin e fesë, të mos e prezantojnë si një lëvizje ose si një transformim vullnetar individual mbi bazën e autonomisë personale ku ti vendos vetë cilën feje përqafon ose cilën feje ndron, po si një veprim kolektiv, politik, i cili ka mbrapa vetes një synim dhe një prapavi politike më shumë se sa një prapavi fetare të gjetjes fesë saktë, gjetjes shpëtimit, botën tjetër të lidhjes me Zotin e tjerë. Po karakterin hynor të besimit dëshirojnë që ta kthejnë në një instrument politizuar për përdorim për ecjen agjendës tyre. Ajo që është interesante te ta është që këta shumica kanë qenë më herët musliman në kuptimin e lindjes. Ndoshta jo të praktikës dhe besimit, sepse si shihet nga qëndrimet e tyre, këta kanë formim nacionalist enverist. Domethënë kanë një nacionalizëm, ka pasur një nacionalizëm ateist, që as nuk e kanë njoft islamin dhe as nuk kanë jetuar me islamin, por që janë formuar nga shkolla e komunizmit edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, me një urrëtie të madhe ndaj islamit dhe perandorisë osmane, duke përfaqësuar atë si prapambeturi dhe duke përfaqësuar islamin si një fe e rrënjosur me dhunë, që asnjëna nuk janë të vërteta, dhe fatmirësisht ka historianë eminent botnor si Schmidt, si Oliver Schmidt, si Noel Malcolm, si Natalie Claire, e si shumë historianë tjerë objektiv, cilat kanë studiuar gjatë gjithë jetës tyre që Islami ka ardhur formën më pasore të mundshme dhe është pranuar nga shqiptarët, dhe perandoria osmane nuk ka qenë dekadente përveç në periudhën e fundit që bota perëndimore e ka lënë shumë fish në gjitha aspektet, edhe intelektuale, edhe shkencore, edhe prodhimtarisë, edhe të ushtrisë, edhe të modernizimit, dhe prapambeturia saj nga brenda dhe nga jashtë bën që të shkatërrohet dhe të mos mund bjetoj si i smuri Bosforit. E tash në qëtë situatë, mendoj që këta kanë autoritet, sepse këta kanë dalë në ballë të një procesit të identifikimit ku na e kemi kriju një ide dhe një kauz që Islami është e keqja vendit tonë, muslimanët janë e keqja vendit tonë dhe do të mos rrënjos. Edhe në realitet pastaj ka shumë individ, edhe të besimit katolik, po edhe ata cilët kanë një nacionalizëm ateist, nuk janë paragjykues dhe janë ignorant ndaj islamit, dhe kanë krizë të vetë përcaktimit vetvetes a janë musliman as janë. Identifikohen me to, ju jep kuptim jetës tyre. Është një ide i cili jep identitet dhe i jep kauz jetësore, sepse sot nuk ka ndonjë ide më të madhe përveç se me ndërtu shtetin, ata cilët kanë besim, me ndërtu besimin e tyre, me ndërtu ahiretin e tyre. Ata që s'kan besim, kjo jep kuptim, edhe rrjedhimisht duke i dhënë kuptim ky identitet, njihen të përfaqësuar sepse e shohin veten jashtë larg islamit dhe kanë urrëtie dhe paragjykim ndaj islamit. Çka nxit kjo? Kjo nxit përçarje, sepse nëse ti ndërton një ide dhe pastaj ti identifikohesh me Belizarin e me filonin e fistekut atyre lëvizje të cilët tash janë të njohur, atëherë pasojat pastaj janë mund krijohet një lloj ashtu siç është kriju një farlloj përplasje virtuale mes shoqënisë, na shumë statusa, shumë komente, tash pra janë përplasjet verbale mes njerëzve. Ajo nuk ka eskaluar në kuptimin fizik. Po kjo nuk kupton që s'mund të eskaloj. Sepse këta janë shliruar, krijohen polarizimet. Këta kanë krijuar një diskurs shlirimi saqë domethënë shkruajnë gjithçka, mrrin deri me kërku mushfaroz popullin shqiptar musliman, me një komoditet domethënë të jashtëzakonshëm. Edhe askush nuk reagon, shteti mbyll vesht, prokuria speciale bën politik këtu ndaj këtij grupi më shumë se sa drejtësi. Ka zell ndaj qarqeve të caktuar, pushtetit politik, ndaj individëve të caktuar, kurse këtu bëhet sikur nuk është qarr. Por ju keni paraqitur kallëzim penal edhe në këtë rast, në rast se na i tolerojmë këtë diskurs, atëherë do të normalizohen edhe njerëz tonë përderisa neve shteti po na toleron, na dalëm edhe i kollëm xhamia, na dalëm edhe i rrehum, na dalëm edhe bëjmë akte vandale. Këtë rrezik mund të prandaj shteti dhe institucionet e sigurisë të vendit nuk duhet bien prej e qarqeve dhe shërbimeve sekrete perëndimore, të cilat i mbrojnë këto grupe dhe i tolerojnë aktivitetin e tyre, sepse interesi kombëtar
dhe siguria jonë kombëtare dhe stabiliteti jonë shoqëror shumë e rëndësishëm se sa respektimi i qëndrimeve tyre që mund të keni prapavit dëmshme për vendin tonë. Këto duhet ta dinë, unë e kam thënë publikisht te Prokuria Speciale për institucionet e sigurisë. Sepse ne nuk mund parashikojmë të armën çfarë do ndodh. Mirë, por nëse na e tolerojmë që diskurs dhe të normalizohet shfarosja, atëherë çfarë do duket atij interesant që është ekstremist, se ka ekstremista në gjitha porët, edhe mesin e muslimanëve, katolikëve, edhe nacionalistave, ateist, gjithëve, atij do të duket normale, do të duket kur gjë për shemb nesër me kollë në xhami. Sepse shesituj, thotë shteti s'paragon, ky ka bëu thirrje publike me shfarosën me kollë në xhami. Si duhet të reagoj shteti në këtë rast? Shteti duhet të reagoj Prokuria Speciale mas pari, kjo është detyrë e prokurisë, që më njëherë të fillojë hetimet, edhe ta ngrit aktakuzën dhe të jap gjykata pastaj të jap një dënim shembullor në mënyrë që ky grup dhe të gjitha grupet e tilla, cilat kanë synime provokative e që i shërbejnë interesave të armikut tonë Serbisë, duhet që të ndalën në Kosovë, që të mos prishet dhe të mos ngacmohet. Të mos ngacmohet me fitila të zjarrit bashkëjetesa jo ndërfetare, e cila mendoj që është shembullore dhe e cila bashkëjetesi ka shërbyer që të mobilizohemi në momente historike edhe për mbrojtjen e interesave tonë. Ka mekanizma ligjor për të ndëshkuar këto raste apo ka boshllëqe ligjore? Nuk ka boshllëqe, ka vetëm mungesë vullnetit edhe politik. Domethënë, institucionet, Prokuria Speciale deri tash ka bëu politik. Ajo nuk është për me bo politik. Politik bën parlamenti, bën partitë politike, bën qeveria. Prokuria ka obligim me përmbush misionin dhe detyrën e saj kushtetuese me zbatu ligjin dhe në rast se dikush ka kryer vepra penale me vendos para drejtësisë. Ky është gjykimi i saj. E nuk është Prokuria Speciale me bo politik dhe selektivitet, mbyllësi ndaj dikujt e me dikon shumë i ashpër, e shumë i zellshëm, e shumë i devotshëm, e me dikon nuk peshon e që pi krimet para syve. Duhet me pas drejtësi, drejt peshim dhe duhet jetë e drejtë ndaj gjithëve pavarësisht prapavia politike, pavarësisht se kush i përkrah këto grupe dhe çfarë agjende kanë. Sepse unë di që Prokuria Speciale edhe shërbimet sekrete e din çfarë agjende kanë këto grupe e që këto agjenda nuk janë të dobishme, po janë të dëmshme për shtetin ton, shoqërinë ton dhe për mirëqenien e gjitha grupeve fetare brenda kombit shqiptar. Pra, ju do një thoni që institucionet duhet japin përgjigje në kohë, në mënyrë që të mos zhvillohet e keqja në këtë rast. Absolut, do duhet që të mos tolerojnë, sepse nëse ne e tolerojmë të keqen, e keqja kthehet normalitet. Nëse ne e tolerojmë rrugë, për shembull me na bë krimet edhe hajnë ata s'kush nuk del me i ndalë, se s'është policia aty, pastaj ai thotë që kjo është shoqëni pasive që s'intereson askujt. Nëse na nuk reagojmë ndaj të keqes me gojën tonë, nuk marrim veprime, njerëz e normalizojmë atë keqen. Dhe ajo bëhet pjesë e jetesës tonë, dorëzohemi ndaj saj. Edhe këta, përderisa prokuria nuk reagon, atëherë këta nuk kuptojnë që shteti është dorëzuar dhe është normalizuar, vazhdoni, sepse atëherë kur ti se zbaton ligjin, heshtja është miratim e krimit. Absolut, është miratim, aprovim i krimit. E në këtë rast, në rast se prokuria nuk reagon, është aprovim, duartrokitje ndaj thirrjeve të këtij individi që përfaqësojnë një mendësi të këtij grupi radikal, do më thonë nacionalist, katolikocentrik, i cili ka për qëllim veç me dëmtue interesat e shtetit tonë dhe mos me leju shtetin tonë më zhvollu në mënyrë më të mirë të mundshme duke i pengu forcat e brendshme dhe duke prodhu kriza dhe përplasje pa nevojshme, kur ne e dim që rreziku jonë nga shteti serbisht është konstant. Ashtu siç po lëvizim brenda një kohë shumë shkurt balancat botëror dhe shumë e paparashikueshme politika jashtme. Domethënë lëvizjet e shteteve të mëdha, Shtetet Bashkuara, Kinës, Rusisë, ashtu mund të jetë edhe nesër Ballkani. Prandaj ne nuk do që vetës të sjellim probleme të reja dhe për këtë barësit e institucioneve të sigurisë dhe të drejtësisë duhet të jenë vigjilent dhe të vetëdijshëm dhe duhet të ruajnë interesin e shtetit, sigurinë tonë kombëtare dhe nemën sigurisë kombëtare nuk duhet që lejojnë të tolerojnë deri në këtë mos këto grupe provokative. A mendoni që kjo dukuri është vetëm ta quajmë kështu lokale në vendin tonë apo është e zgjeruar edhe në nivel botëror? Kjo është vetëm Kosovë, nuk është as Shqipëria, as Maqedoni dhe kjo për mua më vlen shumë. Si qasje ndaj Islamit. Shumë më dyshu që pse bashkë Kosovë. Na e dim që Serbia, edhe me planin e saj për krimin e shtetit kombëtar, Načertanja, dhe Ilija Garashanin edhe me planin e Vashar Çubrilovicit 37-s për
spastrimin e Kosovës dhe territoreve të pushtuara nga serb, nga elementi musliman shqiptar, edhe e cila e ka në doktrinën e saj fetaro nacionaliste, ortodokse nacionaliste, ka kthimin Kosovë, sundimin e Kosovës, duke portretizuar si Jeruzalem saj, duke inspiru me ligjërim arsimor, dhe më thonë dhe mësim historisë gjeneratat e reja se Kosova ashtu ka shajt e jonë, pra, duke mbjell urrejtje dhe dëshirë për sakrifis, duke i portretizuar që kushdo që vdes të shkon në parajsën e tyre dhe do t'ju pastrojnë, do t'ju fshihen gjunohet, atër pse bashkë pikërisht ky grup e ka këtë zell pikërisht në Kosovë me vendos këtë përçarje. Që shumë për me dyshu që janë sikran me planet e Serbisë, sepse Serbia ka planin për me sëndu Kosovën, nuk ka plan me sëndu Serbinë, me sëndu Shqipninë. As Shqipni këta nuk kanë agent, as nuk kanë agent Maqedoni, kanë pikërisht në Kosovë. Sepse Kosova është djepi i shqiptarisë, edhe Kosova është toka më e nxehtë, Kosova është një prej vendeve me historinë më të madhe dhe e cila është objekt i frymëzimit edhe për popullatën dhe historinë serbe, andaj për mu shumë është me dyshu që këta janë sikran. Ato që ka kërkon Serbia, këta janë duke ja mundësu me bo, sepse janë duke ja përgadit terrenin, duke prodhu përqarje brenda popullit tonë, për të dupsu forcat tona, që për të javletsu punën ata kurdo që ndrojnë rrethonat botnore në rast një lufte të re mes Kosovës dhe Serbisë. Çka vendi ynë nuk e ka këtë luks. Mirë, do të shkputemi për pak çaste të dashur miq, pas pak kthehemi për kuptuar edhe disa aspekte tjera lidhur me këtë temë. Dashur miq, po flasim me avokatin Azdren Bytyqi. Avokat, tani do doja të ndalim edhe pak, sepse në fillim e përmendët çështjen e fjalës së lirë, por ligjërisht, a lejohet kritika ndaj fesë? Po, lejohet kritika ndaj fesë, lejohet kritika ndaj dogmave fetare, lejohet kritika ndaj diskursit fetar. Dhe kur kthehet pra në shkelje? Ajo është në rast se kritika kalohet dhe kthehet në thirrje për urrëtie, për vrasje, për dhunë, ose forme kanosis. Po, për shembull, atëherë kemi vepër penale. Për shembull, për m'ia ilustruar që me kuptuar qytetarin. Për shembull, nëse thu që një filan minoriteti kanë bo këto, meritojnë krejt mi vra, meritojnë krejt që na i kanë bo neve mi abo, atëherë kjo është thirrje për dhunë. Element e veprës penale. Por në rast se ne e kritikojmë qasin e tyre, për shembull thojmë që katolicizmi ka deviju nga doktrina e saj historike sepse sot e pranon LGBT brenda vetes, ajo kritik. Ose Islami, mendimi islam bashkëkor është në krizë të mendimit për shkak krize, për shkak të sfidave të mëdha globale, sfidave të mëdha të cilat i ka brenda vetë shoqënisë saj dhe është e përqarë, është e dobë dhe nuk arrin që të mobilizoj forcat e duhura për të bërë mbrojtjen edhe të vetë elementit saj ose vëllezërve të saj nga Gaza, edhe kjo kritik. Pra, kritika është kur kemi një diskurs objektiv, një ligjërim objektiv për një çështje objektive, po pa subjektivizuar në një veprim aktiv që del prej saj. Për shembull, nëse është kritika ndaj vendit, nëse thonë do me gjuh bomba një shteti arab, apo Emirate, ose për shembull, një shteti me gjuh bomba sepse meriton për shkak që është pasive ndaj Gazës, kjo është thirrje. Apo kupton? Po në rast se ki qëndrim kritik ndaj vendeve të caktuara, atëherë ajo nuk është thirrje, është kritik, është liri e shprehjes, është liri e mendimit politik, sociologjik, kulturor, historik, cilën njerëzit intelektualët ata të cilët kanë formim ose ide mund ta shprehin. Dhe për bashkëjetesën shoqërore, çfarë paraqet kur një gjuhë e urrëties dominon apo vazhdon e zhvillohet? Po ajo është, mund të them, është sikur një lloj ke pasur parasysh që Kosova është shembull për një tolerancë në shoqëri. Po t'i dha dy shembuj për të dalë ku do me dalë. 1908
dikush gjun një derë në xhaminë e Sinan Pashës në Prizren. Nuk dihet kush e ka gjuar. Sipas gjitha gjasave nga shkrimit historik kanë qenë austriakët. Dhe gjithë shqiptarët musliman të Prizrenit për 1 vjet i bojkotojnë komplet katolikët e Prizrenit. As me blepi tyne, as me dhonë tek ta, as me fol me ta asnjë gjë. Dhe kushton shumë ajo embargo. Derisa pastaj me ndërhyrjen e Perandrisë Osmane dhe pushtetit Perandrisë Osmane arrihet që mos tensionu se gjendje. Pra armisht kanë ditë me prek ndjeshmërinë fetare. Edhe pse kanë bu? Sepse ka qenë moment i rëndësishëm. Ka qenë moment kur ju ka konvenu një përqarje që me dobësu fuqinë e brendshme, që me përgatitë terrenin për një pushtim të mundshëm, për një pushtim tashëm projektuar për fuqive slave në Ballkan. 1909 njëjtë kanë bërë në xhaminë e Rakocit ose në xhami të një fshatit Gjakovës, krejt fshatin e kanë dëbu. Më thonë, sepse kanë ndryshuar muslimanët e fshatit, Vilefizi Bajraktar, tash emrin nuk po më kujtohesh, Heri Bajraktari fisi i tij, domethënë edhe gjithë në bile është në librin e Duramit, bile kur lëviz bashkë është kroniste e kohës, është dëshmitare e gjallë gjatë rrugtimit saj në Gjakov dhe kur e përshkruan Shqipërinë e epërme, veprën e saj Shqipëri e epërme, edhe thotë që nuk dihet kush e ka bërë, mirë po gjithë fshati e vunë. E tash esenca është që nëse këta i gjujnë që to derrat, a mendon që gjithë njerëz do të jenë të përmbajtur edhe nuk do të jenë vigjilentë, do të mendojnë, do të jenë të kujdesshëm, mos e gjojnë në shërbime sekrete serbe e tjera. Na e dim që Serbia para 10-15 vjetëve ka ardhur ai për Krishtlindje dhe për vitri dhe e ka nxonë Dragodan shërbimi inteligjencë me tritol, me bomba për me gjun katedrale. Kujt i kish mbet faji? Serbisa? E këta nuk e kuptojnë që pa vedijen duke i shërbyer Serbisë, sepse jo të gjithë derisa të sqarohet ajo populli e bën gjykimin, sepse populli nuk e pret vendimin e gjykatave, populli e bën çat nat gjykimin. Edhe pastaj çka mbjell? Kjo mbjell urrëti për fqinjen tonë. Që ti ke pas gjithë mirë me to, po për shkak që ai besimi tjetër gjithmonë tash është me dyshim. Kështu kanë vepruar shqiptarët në rastin e Gjakovës, xhamisë që kanë gjuar derën, domthonë xhami kokën e derrit edhe në Sinan Pash në Prizren. Sepse kanë qëllim i armikut për me provoku përplasje mbi baza fetare, që me i kthy katolikët për domthonë me i përkrah eventualisht nëse lëvizjet pushtuese ortodokse krishtere në Evropë kundër Perandrisë Osmane, edhe me përqa popullin shqiptar brenda saj. S'kan leju, kanë domethënë ka pas burrat ndaj që kanë qenë vetëdijshëm, edhe ju kanë folë dhe e kanë rujt atë konsistencën e harmonisë fetare. Tash kjo mundet me ngacmu. E rrezikon, sepse ne nuk e dim lëvizjet e rrodhës, a do të jenë lëvizjet me shkrem, a do të provokojnë, a do të shfryzojnë qarqet e uja. Nëse Serbia na bën pikërisht për një status tillë, për shkak që ekziston një tensionim, e bën i shtin agjendat e saj që i kanë për Kosovë, bojnë ai veprim një akt tillë, edhe në shumica njerëzve mundin me dyshu që e kanë bërë ky grup. Edhe pastaj kujt e përgjithësia? Përgjithësia tani është e prokurisë speciale dhe e shërbimeve inteligjente të cilat e kanë toleru. Shërbimi inteligjencës të vendit tonë që e ka toleru, domethënë një çështje tillë të një grupi tillë radikal, e cila në instancë fundit vetëm zgjidh përçarje dhe jep hapësirë armikut tonë që t'i përdor gjitha mjetet e padukshme që nxis përplasje dhe provokim mes njëri tjetrit. Me mos reagim. Me mos reagim. Dhe vetëm mos zbetem të ligjit, sepse na nuk jem të lyp diçka, nuk jemi duke kërkuar diçka që është jashtë ligjore, vetëm me zbatu ligjin. Jo me i mbyll sy ndaj këtyne e mu kanë shumë i zatshëm në ora 8 mëngjesit ndaj tjerëve. Dhe si duhet të reagojë në fakt vetë komuniteti musliman në këtë rast ndaj provokimeve të tilla? Ligjërisht si duhet të reaguar? Unë mendoj që varet në çfarë niveli, për shembull, mendoj që intelektualët dhe ata cilët janë bashkë institucione fetare, po dhe intelektual duhet të kenë një reagim tash për intelektual, me argumente edhe historike dhe politike, për të treguar që ky grup është fashist dhe është provokator dhe është antikombëtar, sepse kemi argumente të mjaftueshme, vetëm duhet t'i shtjellojmë. Për ndërtuar opinionin dhe për të kaluar në një lloj ofanzive dhe për treguar që
nuk do të tolerojmë dhe ti tolerojmë këto qasje dhe këtë diskurs, sepse nëse i tolerojmë, atëherë dhe s'kemi kundër argument, njerëz mund të fillojnë të i besojnë. Dhe dyta, kurse sa i përket qytetarëve thjesht, mendoj që duhet të jenë përmbajtur në komentet e tyre, në shkrimet e tyre. Nuk duhet që të bien prej provokimeve të këtyre individëve. Shumica e këtyre që i mbështesin këto dhe të tjerë, se këta janë me profila fake, janë me flamura kombëtar, janë me figurat Skënderbeu, do më thonë janë krejt do falsat Evropës, që nuk e kanë guximin edhe me dalë më ballafaqu me emrat e tyre dhe që zakonisht e kanë detyrë me provoku në Facebook. Nuk duhet bim prej provokimeve, se ata shumica e tyre nuk e dinë mas pari ku e kalojnë, ku e limiti liri shprehjes dhe ku hynë të kuqen, zonën e kuqe që mund të kryejnë ndaj vepër penale, apo kupton nëse personalizojnë atë debatin dhe thonë ty do të më ta bëj kështu, ty do të më të vrojë ty, nuk më kanë të përmbajtur. Sepse fatmirësisht, elhamdulillah deri tash, domethënë ka treguar që populli shqiptar musliman është shumë i durueshëm, është tolerant, nuk është nxitës i përqarjes mbi baza fetare. Gjithmonë është shumica që i toleron pakicën, toleranca është koncept që shumica i toleron praktika devijuese të pakicës, tash edhe këta së një grup i ri, nacionalistë fetar, janë të toleruar deri në mas, mirë po fatmirësisht intelektual dita ditës po dalin dhe po tregojnë që këta i shërbejnë Serbisë me argumente të caktuara, nëse jo drejt për drejt mënyrë tërtar duart trokiten, dhe ta i falenderojnë këta që pjau kryen punën, apo kupton, siç besoj edhe kryeministri falenderon shumë analist që me shkak diskursit ty në të një urrëtie patologjike ndaj tij kanë ndihmuar zgjedhje edhe më shumë me fitu. Kështu që kjo është e njëjta logjik, mendoj që kjo është logjik, psikologji, leximi i psikologjisë së masave, andaj duhet të jenë të përmbajtur dhe mendoj që shteti duhet të reagojë që edhe të rikthej besimin e një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve, të cilët janë dëshpëruar dhe të zhgënjur me institucionet e drejtësisë dhe të prokurisë veçanërisht që nuk reagojnë nga këto çështje, duke humbur besimin edhe në shtetin e vendit tonë. Dhe çka prisni pas paraqitjes së këtij kallëzimi penal? Unë pres që prokuria të lëviz, të fillojë hetimet, ngrit akt akuzën, jo ndaj këtij po dhe ndaj tjerëve, sepse ka dhe hetime që kanë filluar moti pas kanë prodhuar rezultate sipas informatave të cilat i kanë dhënë vetë ndaj grupit Lëvizjes Deçani, po dhe Lëvizjes për rikthim. Mendoj që këto akt akuzat do të jenë mësim për ta, që shteti është më i rëndësishëm se sa ideologjitë e juve përqarse, dhe që shteti nuk ka tolerancë dhe është një anshmëri ndaj një grupi të caktuar, qoftë fetar, qoftë politiko-nacionalist fetar. Kështu që në këtë situatë presim veprime, në rast se nuk do të veprojmë, ne nuk do ndalemi, do t'i rrijmë për skaj prokurisë, do t'i presim gjitha fatet e hetimeve dhe pastaj varësisht nga epilogu këtij kallëzimi do të kemi qëndrimet tona si aktivist, karshi i kësaj çështje, po dhe çështjeve tjera cilat e nxisin këtë urrëtie dhe përçarjen mesin e popullit shqiptar, që është e panevojshme. Do të vazhdoni me reagime tjera të këtij lloji për Po besoj që ata të cilët janë figurat kësaj lëvizje dhe të cilët do të bëjnë thirrje, tashetutje me këtë gjuhë, e cila përmban decidivisht elementet veprës penale, nxitjes së përçarjes dhe mosdurimit apo shtytjen veprave terroriste, ne do të parashtrojmë kallëzime penale edhe ndaj të njëjtëve. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe audiencën tonë. Dashur miq, kjo ishte biseda sot me këtu të këndi i diskutimit. Shumë faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.